Krimet mjedisore dhe veprat penale që cënojnë regjimin juridik të tokës shënuan arritje përgjatë muajit maj në qarkun e Fierit. Referuar të dhënave zyrtare të policisë së Fierit, në një muaj u proceduan penalisht 20 shtetas për veprën penale ndërtimi i palishëm, kurse një subjekt u referua në prokurori për ndotje mjedisore. Rasti i ndotjes u bë publik nga protestat e banorëve në Darzez, të cilët u ankuan për mbetjet e një kompleksi blegtoral që kishin përfunduar në hidrovor, duke ndotur tokat përgjatë rrjedhjes së kanalit kryesor kullues që derdhet në bregdetin e Darzezës. Për këtë rast, policia e Fierit ka referuar materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi penal ndaj pronarëve të kompleksit blegtoral Alli Dagu. Nga ana tjetër, edhe Agjencia Rajonale e Mjedisit ka vendosur ndaj subjektit gjobën prej 100.000 lekësh. Përgjatë muajit maj, u gjobit gjithashtu edhe kompania që shfrytëzon rafinerinë e Fierit. Ndotja e shkaktuar nga shkarkimet në lumin Gjanica u zbulua pas inspektimit në terren, ku u konstatua se në Gjanic derdheshin mbetje të patrajtuara në impiant nga procesi i përpunimit të lëndëve hidrokarbure. Gjoba e vendosur ndaj kompanisë ka vlerën e 3 milion lekë të reja, por sipas burimeve nga Agjencia Rajonale e Mjedisit në Fier, rasti nuk u referua në prokurori. Ndërkohë, punimet e palishme në toka bujqësore të përfshira në veprat që cënojnë regjimin juridik të tokës rezultojnë të jenë 20 për muajin maj. Një tendencë kjo në rritje që shpjegohet me mungesën e dokumentacionit të pronësisë nga poseduesit e tokave bujqësore për shkak të zvarritjeve në procesin e marrjes së titullit të pronësisë në kadastër. Kjo situatë ka detyruar qindra fermerë të ndërtojnë paleje ndërtimi duke u përballur me pasoja ligjore. Përgjatë vitit 2025 u arrestuan një shtetas dhe u proceduan 73 të tjerë nga policia e Fierit.